është zbuluar nga ana e seksionit për hetimin dhe pastrimin e parave pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, ku është sekuestruar një Lamborghini Urus me vlerë 160.000 euro dhe është proceduar penalisht pronari i këtij automjeti, që në fakt në 2 raste nuk i është ndaluar policisë, por së fundmi është ndaluar nga ana e forcave shqiponja dhe pas verifikimeve ka rezultuar se të dhënat dhe të paratë e këtij mjeti nuk justifikoheshin dhe dyshohet se kanë ardhur si pasojë e veprimtarisë kriminale. Është proceduar penalisht 34 vjeçari Sahit Shpataj, i cili në përgjithësi jeton në Amerikën Latine dhe së fundmi pra është konstatuar duke drejtuar dhe këtë mjet luksoz që për autoritetet nuk e justifikon. Mjeti ishte regjistruar në emër të një kompanie private, në emër të një kompanie ndërtimi dhe për këtë arsye është proceduar penalisht edhe pronari i kompanisë, i cili dyshohet se ka ndihmuar 34 vjeçarin për të fshehur vlerën e vërtet të këtij mjeti, por edhe për të fshehur gjithashtu edhe burimin e të ardhurave që dyshohet se vijnë si pasojë e veprimtarisë kriminale.